e birë po pushojnë në vendin e njëjtë. Ata ishin njerëz me zemër të madhe. Malush Ahmeti ish luftëtar i cili ra dëshmor dhe Leotrin i vogël 7 vjeçar, i cili u vra nga forcat serbe. Varret i kanë të dy në një vend, e për të dy, dhimbje të madhe kanë familjarët e mbetur gjallë. Bari Ahmeti kishte qenë në vijë të frontit së bashku me babain e tij Malushin dhe 2 vëllezërit. Motivi dhe qëllimi ishte i qartë. Asgjë nuk do të mund t'i ndalte përveç vdekjes. Edhe sot në oborrin e shtëpisë së vjetër, Bahriu ruan motocikletën e vjetër të babait dhe jo vetëm atë. Aty janë edhe dyert e vjetra të oborrit, të cilat janë të shpuara nga plumbat e armikut. Si një familje që ka kontribuar e ka dhënë shumë për atë dhe, Bahriu rrëfen se si kishte vendosur të kthehej nga Slovenia në Kosovë në kohë lufte. Duke i po për shembull vujtjet dhe hikët e shqiptarët që kena pas vujtje nga okupatorët serb, une jam konë me punë në Sloveni, para lufte, kur visha për një pushim edhe kum po, mund baba qysh herë të kone kyqen në radhë të qekës, edhe konë lidhe me bashkë legendarin Adem Jashari dhe familje tyne, jenë konë rrije edhe me ta. Edhe mua jam ka inspiru se dohet me luftu për vendin tonë dhe dohet me hjek një herë për gjithmonë serbi për i Kosovë. Mu më hinë në kryje dhe nuk mujta me najse, në më kom me letra në Sloveni të punu, edhe si janesën dhe më honë që ishën konë sulme të porat Adem Jasharit e familjes tyne, unë që atëherë i kom prish letrat për Sloveni edhe morë direkt për më kysh në luftë. Para pjesëmarrjes në ushtri, dëshmori Malush Ahmeti, së bashku me djemt e tij në një punishte të vogël në shtëpi, kishin filluar rregullimin e armëve, gjë për të cilën edhe ishin përndjekur. Fillimisht me bobën kena pas edhe një punëtëri armësh të shtëpia këto. Po aja ka qenë shumë e vështirë që shtu të se për armatim na duke e po çfarë arsenali ka pas Serbia, e na për shembull me disa armë të vjetra, të punune artizanale, o konë bukushtirë mi dollë serbët për pora, por atë dashuria edhe vullneti për luftë dhe për mi hik serbin për Kosovë, o konë shumë e mëdhe. Aja na ka shtyja, na ka inspiru ma shumë të që na me rrëp pushken, edhe me një armë të punune me durë tona, mi dollë shkallë për pora. Fillimisht na e kena punu armatimin edhe e kena riparu edhe kena punu armë gjëtije me bobën, fillimisht bobe e ka nisë punu me tot. E për cilat vite ka keni fillu kështë të përdojnë? Atë konë boba me punu, qysh ka punu pej vitin 90-ta, 94 bile në kanë pas zbulu bobën, bile kanë pas huj bobë edhe me denim, me burge. A keni qenë të njerë cak për shkak se Po, au zbulu po gjithë, e kanë morë bobën, e kanë burgose edhe e kanë pse ka punu edhe, e kanë zbulu që ka punu armë. Bahriu thot se nuk ishte qenë i kënaqur me veten duke dhënë vetëm atë kontribut, kështu që kishte vendosur të hynte edhe në radhët e UÇK-s. Fillim të luftës, më thonë, kush bike ka pas armë që në kom të efekte, kene riparu me bobën, në punëtërinë aty që po hyme të borit. Po, apet muaja nuk ka knaqë, për shembull, se unë kisha qërë gjithëherë me dalë në vijat frontit, edhe... Si një mjaftum. Po, se mjaftum ato, edhe ku morë rrugtimin nëne për në Shqipni. Edhe më shku në Shqipni, dekëna në vitë kufinit, po, u kom kufinit blokun edhe jenë radën kufi, në ka dasht pej visë kufinit më këthyje, e marrë dhapet në Rëzal. Mas 4 dite, apet jam nisën e për Shqipni. Për armatim. Jam nisë apet, bile me dëshmorin Abin, kërë më takun likës, kërë më ka po, besë letë që ty kanë prej, ka thonë qysht atë titha, se Abeja kumë të na, se harova me të regu, konë kër përnejshëm në orë, në këqyrke edhe në sugjerejken shumë të sena. E kush është Abeja? Bekim Berisha Abeja. është dëshmori, është luftetari furt të qenaj. Edhe, kër më ka po mu të likësa që jam të shku për Shqipni, ajo mërzit. Besët që ty kanë prej kletë, ka thonë qysht atë,
se çka i dosh ti Kosovë, çka i dosh ti vendit, tha, që çfarë punë e ban ti, tha, aty me hidise, me riparu armatimin e çkës, kush do me bon tash? Thash unë thash nuk moj marr, do më shku, thash, mirë bashkan gjitë tonë shokëve në vijat frontit me dalë, se nuk moj me riparu mu arme, thash edhe, të miro, se dhe më unë dzej këtë situata, dhe më unë përkësua ma shumë gjendja. Kishin nevoj ushtarë për armatim. Atëherë, Albeja më tha, më shka, tha, se unë për thëmë, tha që, i dështë ta Kosovë, sa shtja, thash, veç du me shku. Thash, për ta më bejë, se një kam me shku, ja, kam me shku, thash, me do shkaj kam të mija të marë une, edhe me do bumbe, kam me shku me sëlmu, hash në pënd të shkive. Pasha zotën, ja ka njës me kajtë, Albeja, që të lëti kam prek, edhe ka hik ormen e vetë pejt qafe, edhe më tha, që mere tha ormen, tha, ti tha, kënë Shqipni, ke i prunë në shove, municion, armatim, mere tha, din tha, vifront, thash jakur. Hash, unë jam betu që ja ka më shku me shkel tokën e Shqipnis, edhe me morë thash armatim, e municion, e me prunë shove këty, edhe për vetit. Ja ka jena njës pellikose të nëshi, me të bashk, jena shku, dek të na në Glazjan. Të nëshi për Glazjan në atë përku, e nezëve ka pas numër i madhë, vesh na, ka e na hyna nena, është grupi më i madhë, do njëherë që në shku ushtarë të qëkës, të kun 1400 ushtarë të qëkës që në shku për shërbim armatus. Duke u kthyer nga Shqipëria me armatim, grupi i tij kishte rënë në prit, që kështu familjes së Bahriut i kishte shkuar lajmi që ai kishte vdekur, për të cilin edhe kishin hapur të pame. Dika e na shku me autobusa, dejtë na ka Jurnikin duket. I na shku duket me autobusa, tash saksisht e moda vjet valla që 27 vjetin më ka gjatë moja. Shumicën e rrugës kom. Edhe qas këna pas dhe robat kësia, të matna kësia, patiket kines, këna pas dhe patiket kines barë dhe që në kom, me qasesh në kom, që në dina shku atje në trapoj, krejtu u shkrynë për funi, krejt kom në qak në pekshim. Po, vullneti, aja në ka shty mas shumë. Këna najtë në Shqipni armatësëm, ka në këthy kënenaj, në terrasa zoge të qojtër, dikon 1300 vejtin a kom të hinë kënenaj, edhe në ramë kufe. Një ramë prit? Një ramë prit, ku aty në kanë vrati dikon një 30 pjestar, 30 dëshmurën, edhe ka pos me cindra, ka pos plagusin që në. A pa ca si të armatimit heq me vetë? Këna pos armatim, këna bo një rezistencë, pos këna mujtë që në konë pregaditi që këna të në prit një. Këtë që këna mujtë dojnë në tërhika nejna, dojnë orë një në Kosovë, ishte këtë gjë shumë në kanë pas vrati shumë. Po, mas jena këthy mbra apet na, mas 2 dite apet jena këthy, tjetër ka me Abin dhe Bedreshalën, e këna këthy kofinin, tjetër në edhe në ardhë kom, jena ardhë në Razavë. Ta që aty jenë në bashkanëzit, bashkëftetarve, shove, shumica familjarve, të nabili baba këshin pas morë vesh që jena vra natën, I ka shkullami që jo i një po, thuja gati veç që këshin qenë të pone, këtu që shtojnë të na, ishën orë që të në qëtërë, se kjo u, do kone se para lufte... Tash me rinovime. Tash me rinovime, one këna maru tjetër, se amon qëtë planë, që si rane, që shtu kone, u dhe dhe para lufte, në lufte. Ishën pas të bua, dhe në gjinja që në orë me ngushtu bovën për neve, që në vrona në luftë. E nam në fati, e gjetë një telefon aty në trapuj, e njëftun që na këna pështu, i lejmërojët dhe unë këna, ja këtë dykon 13 a 14, vështë fshatit rezolë që na konë shtarë. E në konë dykon një arshtat, e në konë rezolë e rej, ta është Ludevici që jetojnë, rezolë e rej, edhe aty u të në konë. Sot, me lot në sy dhe zë të dridhur, duke e kujtuar nënën, Bahriu tregon momentin kur kishte telefonuar në shtëpi për t'ja dhënë lajmin që është gjallë. E lajmërova dhe më unë një koshëre, një Selmon, e konë Selman Ahmeti, ka pas telefon që më belë Gjaviti, më do këtë ka fulla zi cilë, i thash, ka të zëj, thash, amen bjembe, ky rezolvës tonë këna pështu, dikush u plegu, ka pak e gërvish, po, thash, mi e jena tonë, thash, kërë orë, thash, që ka kalcu bomës, të bëllë nona, shpesh herë të në gërë refer, tha, kërë orë, tha, ka thonë, tha,
Unë tha, një ma që jeni vro, tha, drejt më shku më myta në bunar. E qysh, A që kam dhënë, tha, mas, kur për thirë, tha, i qavitit, tha, o, ma lësh, tha, bahria, tha, vesa lajmërej, tha, për Shqipëni. Tha, qka, tha, jo për gjallë, tha, tha, ja, Allah, i thonë në fulla me tonë, edhe krejt, tha, janë, tha, gjallë. Nonë, tha, jo me, tha, në shkollë, tha, asë këm ditë, tha, më ka raut lega, qka po, tha, më ka morë kanë shtimë rana. Edhe, ta që mas 3 dite në nisa për të në rovnin. Për motivi u konë se na ato që e patëm nisi, ato që e nisi Ademi Ashari me bashkëtetarët e tina, ato me vazhdu deri sa tjetë një njëri. Aja do ka motivi jonë që unë gjithë herë në çdo vit fronte që kum marr pjesë, kum thonë edhe veç mos vrona që ty, vrona pak ma qanene, se në disha që unë gjithë herë kum qitë vetën që unë mu vrau pas e po bile sa të mujtë kontriboj. Edhe një shqiptar me jetë, qaj bërë me koj lirë, sa të me këzulli. Ajo ko motivi jonë, edhe që këna bordë bashkëluftetar, edhe që këna bordë me shok të kushërit të bashkëluftetar tonë, trupin e bobës, se që këna varrose, ajo ko motivi që në ka shty që duhet me luftuhe, duhet edhe një me metë, duhet me egzistua për me vazhdu jetën. A kanë qenë dhe vllazën që në zonë me Po, juve? dëmonë vllazën nuk kanë qenë me më qatë pozicion ku e më kone, po kanë qenë një pozicion tjetër, se unë nuk në shku tonë, për shembull familjet tonë me një vena, për dinë se dhe baba në ka thonë, ku t'jam, unë ju mos rrini nga të meje, dinë ma qanejnë, si bëlez, a i që për shembull thotë, baba që u vro, për më pas ka unë që aty edhe në baba kia i shamet, edhe vllaznia se të i shamet. Po e na konë shpërndonë, për shembull, me bashkëluftetar, po edhe folë bashkëluftetarëve, s'na kanë lënë mu bashku me din tonë, as një, na kanë morë. Ti hajde, ma mund, një familje, për shembull, që kemë qenë, nuk këna mujtë, për shembull, tonë me konë me një venë. Lotët e tradhtuan edhe kur nisi të flasë për vëllaun e vogël, Leotrimin 7 vjeçar, të cilin thotë se nëna e kishte parë me zorë jashtë trupit. Nëna është të lodhë, sinqerisht të lodhë që të arkohë në fundit asë dhe nëna nga ka mojtë neve. Nëna u konë aja si neve nga ka frimzu dhe nga ka bon për shembull me isë për pora. Nëna kur aja të fjallë që ka full për Leotrimin, kur konë gazetari profesor në stret plana, kur ato fjallë nëse neve për mendë si ka. Kur ato fjallë nëna ato dhimbje që ka pos me dekada që ka mojtë në zemrën në mendjen e saj, për shumë, kur neve s'ne ka shprej, s'ne ka thonë. Ta shulluë, e ka një, dhe më po pak edhe e modhe kjo punë e Leotrimit. Aja konë gjenja faktike që ashtu konë, tanë qyshe kanë shpjegu, për tashti ju ka rifreskue aja farë dhimbja ato. Allah tanë që ka pos masë soj kohë, ka pos edhe sërëm 2 ndek në nëgjitë. Edhe tanë që e ka përjetu edhe mon një farë mënyrë, tanë që plus edhe tanë që shumë gazetare, api tanë të morë se cilin nuk ka mujtë mu. Po thame këmë kërsy e nëndën se s'ko mujtë vallaj. Vallaj edhe një herë, për shembull, nëse mja këthyja të vujtet me asish, jetë. E përjeton po. Qështë ati me shpalus varë, nëse mja qitë dorën varë, vallaj djekë. Gjithë kjo sakrificë e një familje që para dheut nuk ishin vendosur asgjë, sigurisht që të gjallët, ditën e pavarësisë, e kishin përjetuar me emocion ndryshe. Pavarësia, në më honë atë ditë që u orë pavarësia që e ka shpoll presidenti ashtë më thosë që pavarësin me letë e këmë në pritë. Një farë mënyre edhe e në kësu, po edhe mungesën e më të dashnër tonë familjes, për shembull edhe bashkëluftetarëve tonë, për shembull që ata nuk e gëzojnë sot. Po folë edhe gjakut tyne, folë edhe mundit tyne që na sot edhe po festojmë. Që ke dita e pavarësisë, dhe më honë na nuk e patëm që në honë fest, po një lloj proteste.
Se ku bashkëqytetarët tonë, për shembull, presidenti jonë, Kadir Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi padrejtisht po mohën në burgjet e augës. Ajo është padrejtisht, ma ato në dinë, ato mund, për shembull tash, me dha kohë kush don për çefit vete. Është e përgjysmune gëzimi në këto ditë të veçanta. Sot në oborrin ku plumbat kanë lënë gjurmë e dhimbja dhe krenaria kanë zënë rrënjë. Bariu jeton me kujtime që nuk plaken kurrë. I hapën të pamën për së gjalli, por ai u kthye. Babai dhe Leutrimi mbetën përgjithmonë në tokën për të cilin u sakrifikuan.